duhet dim se shiko, toka ka pësuar ndryshime shumë dha geografike. Patjetër. E para duhet dim katastrofat që ka pësuar. Katastrofa e parë është përmbytja globale e kohës së Noës. Po. Në momentin që u përmbyt bota në kohën, ndryshoi dhe gjithë sipërfaqja e tokës. Nga një sipërfaqe kodrinore dhe fushore, u bë një sipërfaqe që kemi malore dhe me këto, si themi, këto kontraste shumë dha që ka natyrë. E pastaj kemi dhe ndarjen në kontinentet të tokës, sepse kemi atë kontinentin e madh, Pangean, domethënë, pastaj kemi në kontinentet tjera të vogla. Kështu që nuk mund të flasim sot se si ka qenë toka në fillimet e saj dhe çfarë sot. Por duhet dim se Edeni ka ekzistuar. Është jo vetëm një filozofi ose si them një këshëri e besimtarëve ose njerëzve fetar, por gjithë njerëzit në subkonsciencën e tyre kanë një dëshirë që ata të rrinë nëpër kopshte. Dhe nëse këto kopshte nuk i kanë, shikojmë që ne improvizojmë madje edhe në disa vende ku na duket e pamundur. Për shembull sot jetojmë në disa pallate për betoni, por edhe pse jetojmë në këto pallate ose në këto urbanistik betoni, ne përpiqemi të vendosim lule, pemë, gjëra, pra ndjehemi rat në kopësht. E qartë. Kjo tregon se subkonscienca jon e kërkon kopshin e Edenit. Dhe në një farë mënyrë është diçka që na ka humbur. Prandaj sot teoritë janë të ndryshme, edhe siç thotë zotëria. E humbur vetëm për shkak të transformimeve. Transformime, por edhe asaj çfarë pse humbëm në Eden. Edeni përveç se quhet vend në lindje, ka dhe një kuptim vendi i kënaqësive. Ose kopshi i Zotit, ose kopshi i vaditur, sepse shikoni që ai vaditej nga një lum i madh që ndaj në 4 degëzime. Pra, njerëzit në subkonsciencën e tyre flas gjithmonë, ndjejnë se ka qenë diku në këtë kopësht, por jemi larguar nga ai kopësht të cilën ne përpiqemi ta improvizojmë. Pema e jetës, çfarë simbolizon? Ç'është kjo pema e jetës? Në kopshin e Edenit përmendet disa pemë frutore dhe gjithë, si them, ushqimi i njeriu ishte me pemë frutore. Hante vetëm fruta. Fruta dhe bar që nxjerr far. Kjo ishte ushqimi. Pra ishte vegan. Bar që nxjerr far? Po, barra që nxjerrin far. Ky pra njeriu ishte vegan, mund ta themi. Por edhe kafshët hanin bar. Çështja ishin 2 pemë, pema e të mirës dhe të keq dhe pema e përjetësisë. Këto 2 pemë, të cilët ishin në qendër të kopshtit, patjetër vendosën nga Perëndia si një lloj ushtrimi të lirisë që duhet njeriu ta aktivizonte. Sepse njeriu, ndryshe nga kafshët, janë brenda një instikti, brenda një logjike të koduar, u krijua me liri. Liria është një dhuratë që kemi të gjithë, dhe ti dhe unë, për të zgjedhur të mirën dhe të keqen, por që ka kostot e veta. Por nëse ne nuk do kemi një ligj, për shembull, nëse nuk kemi një derë hapur, askush nuk mund thotë je i lirë nëse ta mban derën mbyllur. Po mirë, po për te kësaj. Kështu që u vendosën këto dy pemë që njeriu e para te e mira dhe ke të ushtronte lirin, nëse ai do kalonte provën e lirisë, do hante nga pema e përjetësisë, që të jepte trupit njerëzor pa vdeksin. Pra që njeriu të ishte i